Imam Aliu dhe blerësi i shtëpisë. Një burr shkoi te prisi i besimtarëve dhe i tha: "O prisi i besimtarëve, unë bleva një shtëpi dhe të lutem që ti të shkruash me dorën tënde kontratën e shitblerjes." Imami e shikoi me syrin e urtësisë dhe pa që dynjaja ishte ulur këmbë kryq në zemrën e tij dhe i kishte pushtuar të gjitha anët e shpirtit. Kur pa këtë gjë, imami i shkruajti atij disa rreshta, me anë të cilave donte t'i kujtonte atij jetën tjetër. Pasi falenderoi Allahun dhe e lartësoi atë, shkroi: "Vërtet, i vdekuri bleu nga i vdekuri një shtëpi në vendbanimin e gjunahçarëve, që ndodhet në rrugën e të pavëmendshmëve, e kufizuar nga 4 kufind. Kufiri i parë mbaron te vdekja, kufiri i dytë mbaron në varr, kufiri i tretë mbaron në llogari, kufiri i katërt mbaron në xhenet ose në zjarr." Kur blerësi dëgjoi këtë fjalë, qau shumë dhe e kuptoi që imami donte t'i largonte perdet e shumta që i kishin mbuluar zemrën e tij të pavëmendshme. Pastaj tha: "O prisi i besimtarëve, betohem në Allah se unë do ta lë sadaka shtëpinë time për Ibnu Sebilin, ai që mbeti në rrugë dhe nuk ka mundësi të kthehet në vendin e tij." Kush është madhështoria? E pyetën Imam Aliun, paqja qoftë mbi të, kush janë ushtarët më madhështor të Allahut? Ai tha: "Hodha vështrimin tek hekuri dhe pas që ai është madhështori. Pastaj hodha shikimin ka zjarrit dhe pas që ai e shkrin hekurin. Unë thash që zjarri është më madhështori. Më pas që zjarrin e fiku uji dhe thash që uji është më madhështor. Më pas shikova ret që mbartnin ujin dhe thash që ret janë më madhështore. Pastaj që era i shtynte ret dhe thash që ret janë më madhështore. Pastaj vështrova malet dhe që ato e pengojnë erën dhe thash që malet janë më madhështorët. Pastaj vështrova njeriun dhe që ai qëndronte mbi mal dhe po e gdhente atë. Atëhere thash që njeriu është më madhështori. Më pas mendova se çfarë është ajo që e mposh njeriun dhe ai ishte gjumi. Unë thash që gjumi është më madhështori. Pastaj gjeta se problemet dhe stresi e largojnë gjumin, prandaj thash që ato janë më madhështore. Pastaj mendova dhe gjeta se vendi i problemeve dhe i stresit janë zemra dhe thash që zemra është më madhështoria dhe se kjo zemër nuk qetësohet vetëse me përmendjen e Allahut. Për këtë thash që përmendja e Allahut është më madhështoria tek Allahu, sepse Allahu i madhëruar thot: "Ata që besojnë dhe zemrat e të cilëve kur përmendet Allahu qetësohen." Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Prandaj, mos e harro përmendjen e Allahut.